Mirdita, telepatia, a ekziston? Ju ka rasti që ndonjëherë të mendoni dikë dhe ai të shfaqet? Pse ndodh ky fenomen? Tani po ju tregoj disa sekrete që duhet të dini ose të njihni. Para disa viteve është bërë një studim dhe është vënë re, quhet BCI ose BCI, dhe vjen nga anglishtja sepse në laboratoret e Anglisë janë bërë disa eksperimente. Dhe është vënë re që telepatia është faktike. Pra ajo telepati që flitej dikur, që thuash që ndoshta është vetëm një teori, tregohet që ka diçka të vërtet brenda. Por unë do t'ju tregoj gjën më të thjeshtë, me fjalë që si është e mundur që disa njerëz kanë këtë telepati të fortë. Atëre, për shembull, ju jeni duke pirë kafe me shokët dhe me shoqet, dhe në një moment mendoni një emër. E mendoni në të njëjtin kohë, me një fjalë, e mendon edhe shoqja që keni përballë ose edhe shoku që keni përballë, e mendoni dhe ju në të njëjtin moment. Ose e thoni në të njëjtin moment, të njëjtën fjalë. Pra të njëjtin emër, të njëjtën fjalë, pse kjo? Pse ndodh? Pra shkenca, shkencërisht edhe pse nuk e pranon, ajo e di shumë mirë, shkencëtarët e din shumë mirë që telepatia ekziston. Dhe telepatia është e vërtetë dhe që ne përdorim vetëm 10% të trurit që ne të forcës së trurit tonë. Shiko, në momente të tilla kur njeriu mendon ose thot të njëjtin emër, ju ka rasti për shembull kur jeni me një shok duke biseduar, ai thot një emër dhe ti thua një emër dhe që ngërkaj njëjti emër, të njëjtin emër e thoni të dy në të njëjtin moment. Disa thonë që është një koincidencë, por dëgjoni me vëmendje. Para disa kohësh është bërë një eksperiment me disa vullnetarë. Dhe eksperimenti është bërë në Gjermani, dhe eksperimenti nëse konsistonte që duhet vetëm thjesht të flisnin njerëzit me syre dhe të shikonin nëse telepatia ishte me fjalë nëse në njerëz ishte e kultivuar telepatia. Dhe dini se çfarë ndodhi? Fantastike. Atëre, një nga mjekët psikolog që bënte këtë testin, në 30 prej tyre, pra 30 ishin me qindra, por në 30 prej tyre, ai hasi një rast telepatie. Dhe e bukura ishte që në momenti që ai thoshte që me fjalë mendoni ç'të doni, rastisi në 2% të asaj që ai mendon. Pra 2% në atë që të tjerët mendojnë ishte e njëjtë me atë që kishte profesori. E dini se çfarë do të thotë kjo? Shiko, kjo ishte në pak njerëz, merreni me mend shumë njerëz. Do të thotë edhe një herë që telepatia është me fjalë ndodh, ekziston. Vetëm që ne akoma nuk e kemi të zhvilluar. Do t'i tregoj një rast. Isha në Vlorë dhe mbaj mend ishte viti 2008, mos gaboj, isha në Vlorë dhe kisha ishte një periudhë me fjalë që po shkoja shpesh në Vlorë. Dhe në Itali në atë periudhë që isha në Vlorë ishte pak kohë, si mund të quhet, në televizione, sepse ishte muaj gusht. Ishte, me një fjalë, gjitha televizionet e marrin nga shtatori, tetori veten që organizojnë këto programe televizive. Dhe në gusht zakonisht nuk merr njëri në telefon. Dhe për ata që bëjnë televizion e di shumë mirë. Në gusht janë që të gjithë me një fjalë me pushime. Ndodh edhe në Shqipëri sot, por dikur ishte akoma me theksuar këtu në Itali. Kështu që unë duke qenë në Shqipëri as nuk e çaja kokën fare, më fjalë se thoshja, do më marrim kur të vete në Itali, në shtator. Okej. Ato ditë çuditërisht mendoja një emër. Një Roberto, një zotëri që punon për një shoqëri shumë të madhe. Për Endemol, okej. E dini, e njihni Endemol. Mendoja gjithmonë Roberton edhe mbaja telefonin afër. Gjë që se bëja kurrë. Unë nuk e mbaja telefonin afër në kohë vere.
më dukej sikur do më merrte dikush në telefon, ose sikur jo Roberto, jo sikur do më merrte Roberto, po unë mendoja Roberto dhe thosha do marrin ndonjëri në telefon, ta mbaj telefonin avë si dihet. Dhe mbaj mend, ishim në Dhërmi. Shkuam në Dhërmi, isha me vllajin dhe zbritëm poshtë tek plazhi. Nuk u futëm, po ishim thjesht shumë për shëtitje. Ishte pak vonë, themi të vërtetën. Ishte ora 12 dhe ca, 1. Me një fjalë, zakonisht ne nga Vlora shkojmë në det në orën 10. Pravërsisht 9-10 të mëngjes, që ta kemi deri në orën 1, pastaj shkojmë jam drek. Kështu që nuk ishte momenti që të shkoja në det. Dhe si ishim aty që do pinim kafe, po shikonim atë detin kështu, me ata gjithë njerëzit që loznin, bukur ajo gumzhin të gjithë vendi, jetë vërtet, dhe sa ula ajo tenda aty që me atë verandën e ati barit, që shumë bukur. Ato dallgët e mëdha, sepse aty në Dhërmi ka dallgë të mëdha. Dhe nuk zgjati as 20 minuta, unë shikoja telefonin. Sinqerisht më ka ndodhur kjo që ja thash edhe vllajt atë ditë, por kjo që më ka ndodhur disa herë, jo një herë. Edhe shikoja telefonin. Me një fjalë, sikur rat telefoni dhe unë nuk e dëgjova, por telefoni nuk ishte rënë. Unë vetëm e shikoja. Nuk zgjati as 1 minutë, ra telefoni. Kur shikojmë Robert, mora telefonin, përgjigja, na di tha, bugate se në shtator ta fillojmë ta. Dhe ishte ky programi rakomandati. Dhe ishte hera e parë që unë si mund të themi, jo e konstatova, më kishte ndodhur herë të tjera, por hera e parë që unë vendosa në trurin tim që thash ka mundësi që këto gjëra ndodhin. Hera e parë, në vitin 2008. Me kalimin e kohës, ka patur shumë raste, këto nuk janë fantazi që po ju tregoj, nuk e them kështu vetëm për llafe ose u tregoj si thot në njëri rrena, nuk janë rrena. Unë po them atë eksperiencën time dhe jam i bindur që mes jush ka eksperienca sa të doni si kjo. Dhe po thoshja, më ka ndodhur shpesh herë që unë them, po bie telefoni, po nuk bie telefoni. Dhe pres pas 1 minute ose 2 minutash bie telefoni, ose pas disa sekondash. Më ka ndodhur me 10 herë. Por ka një gjë, në momentin që unë e them këtë, e them, nuk e di, është era e dytë po them, ose e tretë që më duke sikur po bie telefoni, e më duke tani do bie. Kur them kështu, nuk bie. Është e çuditshme, e di. Po unë u thash atë që më ka ndodhur mua, tani unë nuk e di pse. Ndoshta kam ikur unë. Ndoshta nuk jam më në tru. Po nuk është hera e parë, thash, ka ndodhur me 100 herë dhe doja t'ju pyesja juve. A ju ka ndodhur fakte të tilla, pra gjatë momentit që ju jeni në duke folur me dikë dhe mendoni dikë dhe ai shfaqet? Më ka ndodhur dhe që shfaqet. Për shembull, ishim duke ecur me ca shok të punës para pak ditësh. Duke ecur me ca shok të punës, e u thash atyre, o e thash unë, boll folet për njërin. Nuk dua të bëj emra këtu. Boll folet thashun se mos na del përpara. Nuk kaluam 5 hapa në doli përpara, mu në cep të një pallati. Sinqerisht po e them. Nuk kaloj, këta me të qeshur, me lot kemi qeshur më vonë, por ndodhi. Tani, dikush thot që janë në rastësi. Ç'është e vërteta, siç ju thash, para disa viteve në Angli është bërë një eksperiment. Dhe shkencërisht, ne mund të transmetojmë nga truri ynë në kompjuter mendimet tona. Pra, në qoftë se ne i transmetojmë mendimet tona nga truri në kompjuter, atëherë është edhe anasjelltas. Nga kompjuteri ne i marrim informacionet me anë të trurit. Nuk ka arritur akoma njeriu që t'i thithë ato, i bëjmë në mënyrë mekanike, pra ose elektronike, por nuk arrim dot akoma me forcën e trurit. Megjithatë ne, në qoftë se me anë të mendimit ne mund të transferojmë mendimin tonë në kompjuter, atëherë pse jo, nuk mund të jetë edhe që ta thithësh ti atë mendim. Pra, edhe pse ne nuk e njohim trurin, sepse jemi ende në hapat e para, unë mendoj dhe jam i bindur
që një gjë e tillë mund të ndodh, sepse e përsëris edhe një herë. Tani, është e kotë që të flasun vetëm për veten time dhe për eksperiencat e mia. Unë sot do të dëshiroja që ju të më thoni sa herë ju ka ndodhur që diçka me telepati. Të mendoni një njeri dhe ai të shfaqet. Të mendoni një emër dhe të jetë i njëjti me shokët e shoqjet e tuaj. Me shoqjet dhe shokët tuaj. Ose të mendoni diçka fort dhe ajo të shfaqet. Pra, në qoftë se i marrim për bazë këto që ndodhin, pra janë gjëra që ndodhin, atëherë jam i bindur që njeriu mundet edhe të modifikojë jetën e tij me anë të mendimit, pra të forcës së mendimit, sepse nëse ekziston telepatia dhe sepse ti ose është e lidhur me njeriu që shfaqet, ose është e lidhur, se ne jemi të lidhur të gjithë. Gjithë bota është e lidhur, gjithë trut e njerëzve janë të lidhur me njëri tjetrin, sepse jetojmë në një fushë magnetike të pafund. Kështu që ndoshta këto lidhje që janë pikërisht nga forca e mendimit që njeriu ka. Mendoj unë, tani unë pres komentet tuaja, siç ju thash, kalofshi një ditë bukur dhe telepati të mirë, telepati të bukur, telepati të ëmbël. Mendoni një njeriu tuaj, një njeri që doni fort apo një njeri që apo një punë, apo çdo lloj gjë që kërkoni, dhe unë mendoj që ajo shfaqet, ose bëhet. Siç thash, deri në 2% është e garantuar, sepse është bërë në mënyrë studimore. Kështu që pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.